drejt kisha përgatitur ta fillonim nga politika e tjerë, por ngjarja e fundit, ajo që ndodhi në Big Brother, unë të cilin shkaras mund të shikoj në një gjë, por nuk ose jam ai tifoz i Big Brother, të jem i sinqert. Ajo ngjarje ka kaluar për masat edhe të Top Channel-it, edhe të Big Brother, edhe të Shqipërisë, dhe është bërë kështu nuk po themi e trojeve shqiptare. Dhe do ta nis me këtë. Tani, çfarë ndodhi? Sepse unë kam lexuar edhe qendrimet ty. Çfarë ndodhi? Do t'rregoj diçka, ne para se të hyjmë në spektaklin Big Brother, jam surprizuar edhe vetë, është një burokraci shumë strikte. Përveç analizave të gjakut, të urinës, gjërave të tjera, është edhe një seancë me psikologun. Jo, para se të hyjmë. Para se që të kalosh provën që të futesh aty. Dhe është një seancë tejet e gjatë, ne kishim një zonjë psikologe, e cila të shtrydh në çfarë do lloj mënyre. Si quhet psikologe? Blerta, nuk të kujtohet, por tani nuk e di, se çdo edicion ato kanë psikologë të ndryshëm. Dhe çfarë ndodh? Ti nështrohesh një seance për të parë se ku je, kush je, dhe njëkohësisht, gjatë kohës që ti je brenda shtëpisë së Big Brother, aty te dhoma e famshme e rrëfimit, sepse aty nuk takon njeri, aty vetëm dëgjon zëra, të orientojnë çfarë gabimi ke bërë si të sillesh, dhe gjithmonë është e pranishme edhe psikologja ose psikologu. Së pari, një fajt të madh mban edhe vetë produksioni, pasi Jozi është futur herën e dytë. Jozi Josefini? Po, Jozi shkurt i thonë. Ky është nga Shqipëria? Po. Se këte i kam mësuar mirë këto. Ndërsa ky është gjesti nga Kosova? Nga Kosova, okej. Dhe aty psikologu ose psikologja, kur e shikojnë që ti e ke tepruar, ose sjellja jote ka dalë jashtë kontrollit, ose ti ke nevojë për këshillat e ty, ai është aty 24 orë. Është një ekip shumë i madh që punon me 3 turne, nuk është vetëm montazh. Po pse ka fajin produksioni pastaj? Dhe duke ditur se çfarë agresiviteti tregoi herën e parë Jozi, sepse herën e parë e ka poshtruar me fjalët fyese. Herën e parë kujt i thua herën e parë, se unë s'e di këtë. Sepse Jozi ishte banor i fillestar, i ndër të parët, doli nga produksioni. Dhe u fut prap? Dhe është futur prap nga produksioni. Po pse ka futur produksioni? Tani spektakli, klikimet, show. Shikimet. Dhe ti djali duhet bërë një analizë mirëfillt. Sepse... Analizë, çfarë analizë? Mjekësore ke fjalën ti? Të paktën një lloj analize psiqike. Psiqike? Duke analizuar dhe veprimet e tij. Për shembull, ne si ish banor që kemi një lloj eksperiencë, her pas here u shkruajmë njerëzve të produksioni që kujdes kjo, më duket do agravoj kjo situatë. Shkruani aty bukush, ju s'keni celular aty. Sepse ne ta keni qenë. Unë kam qenë 4 muaj opinionist në Big Brother Kosova dhe të njëjtin gjë ndiqja edhe me produksionin në Kosovë, kur e shikon që diçka nuk shkon. Dhe ky djalë unë e njoh personalisht sepse kemi ftuar njerëz të Manushi dhe e pa që ishte mjaft agresiv. Ishte agresiv. Po. Është mënyra si komunikon, mënyra si reagon, raporti me njerëzit dhe në prapa skeni fola qa më takon, pavarësisht se... I fole vetë? Po. Dhe pash i kishte një debat me disa nga femrat e ftuara, edhe pash që ndinte një lloj superioriteti, dhe këtë superioritet ai kërkon ta vinte me çdo kush, me mjetet të ndryshme. Mund të jetë dhunë fizike, mund të jetë dhunë verbale, dhe... Jo, ty çfarë tha? Reagoj mirë? Do futesh dhe herën e dytë, ka marrë vesh që ti do futesh herën e dytë, por kujdes raporti, sepse ke prekur në çështje mjaft delikate, siç i radhën e parë akuzoi për kopil serb, dhe herën e dytë që filloi debati kombëtar i shpullës që pavarësisht rrëmujës të gjithë dështuan, sepse donin ta kanalizonin. Jozi është i besimit krishterë katolik, djali i Kosovës është i besimit musliman sunit, dhe ke parasysh këta gjithollogët e rrjeteve sociale që kërkojnë atë përçarjen, kjo shpull goditi adetar. Jo, ajo mori konotacionin Shqipëria në luftë me Kosovën, jo fetare. Ajo që më çuditi dje, kishim një lajm, super lajm, fillonte studimi fizibilitet e projekti i Akurudhës Durrës Prishtinë, dhe nuk pash të komentonte njëri, po vazhdonte komat e shpulla. Domethënë, kjo Akurudhë që do na lidh, ti je
njeh histori më mirë se mua. Shkodër Gjakov, më duket sikur ka qenë kohën e Austro-Hungarezëve, dhe është eklipsuar nga shpulla, pra ne duam dhunën, ne duam dhe ta praktikojmë, por edhe ta debatojmë. Tani se kuptoj unë këtë Bledit, lutem ma shpjego pak, do të thonë nëse një djalë nga Shqipëria ja fut me shpullë një djalë nga Kosova, që është e dënueshme, nuk diskutohet. Po ja një djalë grek ose një djalë italian. Jo, një sekond. Kjo domosdoshmëri Shqipëria ka rrahur Kosovën, se këtë se kam kuptuar. Po më tragjike ishte deklarata e kolegut ton Berat Buzhala, ishte ndaj ne nuk bashkohemi me Shqipërinë, se ka njerëz si Më një ta kishte përmet Buzhala për shembull. Qa do bëti? Si thot Nero Bazë, Skafar Buzhala. Skafar Buzhala? Jo, nuk e di. Unë jam thak përmet Buzhala. Po, edhe Skafar Buzhala. Po sikur ta kishe Skafar Buzhala. Jo, për Charles Buzhala. Dhe më e keqja është Berati është me origjinë nga Puka. Familja e tij. Nuk është nga Kosova? Katolik, po janë zhvendosur pastaj për gjakmarrje. Po edhe për gjakmarrje, për gjakmarrje. Po pra, dhe vazhdon linja si duket i ndjek. Siç u ndam neve, vazhdoni ndauni dhe ju. E ke parasysh e njëjta gjë. Por shqyr zoti që ky debat u katandis në debat kalamajsh, pra askush nuk e mori seriozisht. Pak të në flasë për emrat të mirë. Do t'i thuaj që është mbyllur? Do vazhdojnë rrjetet sociale, akoma ato pamje nuk kam për të shkëputur, bile tani... Ajo është video e vitit? Ja kaloi parashivi Simakut? Unë them po, sepse Kosova nuk ka qenë ingranuar të video e parashivi Simakut. Nësa kjo kapi 2 audienca. Po, po. Parashivia kapi vetëm një audiencë, kjo është mbar shqiptare. Bile edhe parashivia e kufizuar, se për shembull i mbir... Qa është kjo më tha momentit? Kështë është kjo? Ndërsa ne kemi idhull dhe tjeti, ndërsa kjo ka kapur çdo brez dhe të gjitha trojt, madje jo vetëm Kosovën dhe Shqipërinë, po edhe shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malizit. Besoj ishte ora 2:20 natës, unë kam gjetur një video në Instagramin tim, dhe për 20 minuta ju shkoi 50.000 dhe më troqën vëmendje duhet ta hiqet sepse ishte copyright drejt e topit. Edhe u çudita se thash 50.000 njerëz janë zgjuar në këtë orë, sinqerisht, i kam mbetur i shokuar, por kemi një të mirë, epiteti më i ri është Jozefin Shpulla. Po kam mbetur gjithë. Jozefin Shpulla. Tani, çfarë të tha Jozefini ty kur e këshillove? I the disa fjalë dashamirësie? Nuk dëgjonte. Ishte shumë arrogant dhe dhuna, nëse do ta takosh në një ditavër, do të shohësh që dhuna i lexohet te syt. Është tip i dhunshëm, dhe ka nevojë për terapi klinike, ka nevojë për këshilla.